Përshëndetje të dashur teleshikues dhe libra lexues në mini emisionin ton të ri të quajtur Pik Takim, që ku mbaron imagjinata e autorit dhe fillon vizioni regjizorit. nga unë Marko, Dhe unë Kosa. ku ne sot do të flasim për librat dhe filmat, ku ato sot nuk janë më thjesht një çështje argëtimi, por në fakt ato janë një fushë betejë e ndërlidhur mes njëra tjetrës, ku ti zhvillon imagjinatën, por përjeton dhe një emocion shumë të fortë. Ti është dakord. Atëherë, si mendon Marko, a është filmi më i mirë se libri apo është thjesht më dembel? Sepse le ta pranojmë që libri të detyron të hysh në imagjinatës. Ti ndjesh personazhet më nga brenda. Po mund të përballesh dhe me disa ide që nuk janë gjithmonë komode. Ke shumë drejt Kosta. Për mendimin tim, libri është më imagjinat e thelluar e njeriu. Pra, e bën atë ta ndjesh nga brenda vetes, zhvillon një imagjinat, kush fleton faqe. Është, si të thosh, një imagjinat e njeriu, ku ajo zhvillohet në kalimin e kohës. Vzuar edhe për ju. Gëzuar për ata që duan libra. Tregon disa nga avantazhet që ka fit. Kurse filmi, me që më pyeta, nga ana tjetër, ka një vizualitet shumë të bukur. Ti emocionohesh dhe e shikon nga jashtë gjë, e shikon me sytë e tu, ti shikon gjuhën e trupit të një aktori që dhe shpoj mirë, shikon çfarë një regjizor i mirë ka bërë, ka një muzikë shumë të bukur që ti jeton ta ndjesh akoma më shumë një skenë shumë epike të një filmi, por në të njëjtën kohë ka audion, ka efektet që e bën eksperiencën shumë herë më të bukur. Për shembull Kosta, e mban mend filmin Gladiatori, Të mira e të fotuken top, po, të i bërë. por që pak më vonë. Gladiatori sigurisht jema e më ndihmuja. Po, Gladiatori është një film shumë epik ku ka një nga skenat më të famshme ku Russell Crowe e mban mend që heqej metën edhe thot My name is Maximus Decimus Meridius. Gigabyte, terabyte. Ta se ka pas e vetë. Po, djali ka shumë të drejtë. Duke që ka parë filma, Aku morë për im. që film Sigurisht jam baj më ndihmu im. Ka parë të dy filmet e Gladiatorës. Jemi i bukur se tjetër. kështu që unë mendoj këto janë disa nga gjërat e mira që ka filmi. Po dhe Kosta, po të flasim për librin për shembull. Çfarë mendon se janë avantazhet që një libër ka? Shiko Marko, leximi i librit stimulon imagjinatën tënde plotësisht. Ti e krijon vetë pamjen, zërin, ambientin. Patjetër që pasuron fjalorin duke lexuar, për një Përshëndetje të sallah. Dhe fëmijë, pasuron fjalorin, rrit kreativitetin. Nëpërmjet librit ndërton emocionet më ngadalë dhe më personale. Imagjinoje kështu, sikur libri është receta, Aha. ndërsa filmi është pjata e gatuar. Po seriozisht e ke? Ne flasim këtu për libra filma? E ti na bën të dyve kuzhinjer? Po tani edhe kuzhinjer mund të jemi, sepse ne ndodhemi këtu Baziliko, kështu që i shkon formatit. Por mendoj që nëse ke kohë, do ta ndjesh historinë në mendjen tënde dhe ti ta krijosh vetë botën, atëherë lexo litër. Okej, por ka dhe diçka. Nëse do një argëtim të bukur, një, e dyta. Nëse do vizualitet të bukur, nëse do një muzikë të bukur, imagjinoje për shembull të lexosh ti një libër, librin tënd preferuar dhe ajo ka muzikë. Imagjino sa e bukur do ishte, shumë herë më e bukur. Që e diu, Dhe nëse nuk ke kohë, për shembull, të lexosh 200-300 faqe libër. Se realiteti i tillë është. Sot rinia, por edhe moshat më të mëdha nuk kanë kohë. Çfarë bë? rinia sot ka smartphone dhe është shkëputur totalisht nga librat, o për te i kësaj, Mund dalin 2 orë kohë, le të themi që shohësh një film të këndshëm. Ose diçka që të ketë një mesazh të kam një pyetje për audiencën për shumë. Për ju, cila është mënyra më efektive? Cila ju tërheq juve më shumë? Pastaj që mënyra më e mirë për të marrë një mesazh nëpërmjet librit apo nëpërmjet filmit? Presim komente nga audienca për ato 5 veta që na ndjekin, Po, ndërkohë dyja mund e Kosta që do e shohim vikën nga 2-3 herë. ose na ndjekin vetë shtëpis. Po, jam Na ndjekin vetë. Sot ne kemi vendosur që të marrim një libër, pra Kosta, kurse unë do kam zgjedhur një film. Besoj që përputhen është deri diku. Po, ka një lidhje me një Një tjetër. përbashkët. Po, absolutisht. Atëherë unë jam me një forcë madhe nga Amerika. Do haj një djath për të Historie. Kam zgjedhur librin 1984 të George Orwell. Besoj Nuk besoj që kam ngel shumë veta pa lexuar këtë libër se për mua është fantastik ose pa dëgjuar një herë. dhe
është diçka që e përjetojmë dhe sot, 2026. Po. Jam dhe kurioz të di se çfarë filmi ke sjellë. Unë nga ana tjetër, për audiencën tonë, ju besoj e keni dëgjuar si film, është një film shqiptar, i prodhuar vjet, dhe quhet Kazerma nga Turian Hysko, që e përshëndesit, por që Turi nuk e ka i den që ne të bëjmë të gjë. Turi na fal që s'kene marrë leje. Për subjektin e këtij libri, shumë shkurtimisht, subjekti 1984 fokusohet ke një shoqëri totalitare, ku partia kontrollon çdo aspekt të jetës së individit. Nëse më ndjek. Patjetër. Po Do që nga veprimet e përditshme deri tek mendimet, që është shumë e frikshme. Po, Se qytetarët janë gjithkohës në mbikëqyrje e sistemit dhe çdo shkelje që bëni konsiderohej krejt. gëzuar për këtë sistem. Prap gëzuar, po na deve, ka të gëzuar. Këto do Gëzuar edhe për stafin. gëzuar për stafin e Bazilikos. Këto do bëjmë për sistemin që ne jetojmë sot. Pse do ta lexoni gjithsesi. Sepse më shumë i bëj që emisioni do ishte thjesht që ne shpjegojmë librin edhe filmin. Gëreu një çik, me mister që ju filloni ta bini ta ditor. Është kulturë. Kurse që të flasim pak për subjektin e filmit Kazerma, Unë e kam parë Kazermën, ka pëlqyer shumë. por është një film i cili flet për 10 persona, të cilët janë futur brenda një reality show, që quhet Kazerma, ku ky sistemi i librit 1984 i vëzhgon këta 10 persona, këta 10 konkurrent, dhe aty sprovohen shumë gjëra, pra disiplina e njeriu, hierarkia e fuqisë, autoriteti. Për shembull, Kosta, ke parasysh Kapter Tigun e mamen, që vjen Kapter Tigu dhe thot atje i shef të gjithë. Dhe ju të gjithë atë tini morë, pa qa jeni ju kështu? Pak imitim për personazhin, ishte mina. Pa shumë pas ka pak Kazermën se ka filluar imiton dhe personazhet e plan i papar këtë Po, është e vërtet. është me terkut. Por që gjithsesi, personazhet aty do përballen me rregullat e rreta që ka reality show, presioni psikologjik, kufizimet e lirisë personale, ndërsa ata përpiqen të mbjetojnë në një ambient që është realisht i mbyllur për ta. Subjekti fokusohet më shumë te konflikti mes individit dhe sistemit, po njësoj si libri. Përsëri bëj. Të flasim realitetin, Margo, Kazerma nuk është një adaptim i drejt për drejt i 1984. Por mund të krahasohet me të në bazë të temave dhe atmosferës që krijohet. Tani libri thash është një distofi totalitare, survejim i vazhdueshëm, manipulim i mendimeve, propagandë dhe humbje lirisë. Ato kanë ndryshimet e tyre, por toni i filmit jetë të njëjtën ndjensi si një person që lexon libra, mund t'ja japi dhe librin 1984. Por pasqyron realitetin e një kontrolli të jashtëm që i bëhet njeriu nga brenda. Pra ata janë brenda atij reality show ku ata vuajnë. Dhe si sistemi ata i gon që ata do vuajnë. Mesazhi dhe mënyra se si tregohet është realisht shumë e thellë dhe të paktën personat që e kanë lexuar librin dhe kanë parë filmin ose nëse kanë bërë njërin ose tjetrën, mendoj që kanë një farë ideje se ku shkon situata dhe se sa njerëzit sot vuajnë. A e ruan filmi Kazerma shpirtin e këtij libri? Tani, nëse ti lexon librin, e fillojmë nga prapo të marr ty si shembull. Ti lexon librin, e ke lexuar librin, në 2025 doli film. Në momentin që ti shikon filmin, ti kap disa nga elementet kryesor, ku ti thua, ore prit se ky libri ka pasur shumë mesazh të fortë që është përcjellur dhe nga filmi. Dhe në ato momente ti shikon atë tensionin, individ, sistem, gjërat që të thamë është një presion psikologjik shumë i madh, ku personazhi kryesor atje kalon të filmi dhe ti si shikues e bën ta kuptoj gjën. Pra ti e shikon me vete dhe thua, Fredi realisht pas ka vujtë do vuaj në këtë edicion. Pra, e gjithë gjëja është se ti ndjen frikën e personazhit kryesor, ti ndjen presionin që ai ka, rregullat që ka Kazerma, rregullat e rrepta që të sjell ai Kapter Tiku atje. Pak fjalë të tjera, libri është mendim plus emocion. Ma na bëj matematik flet. Të lutem. Fetish në matematik shumë klas 5. Pse kaq brutale mbyllja e filmit? Pse është menduar kështu? Personalisht. Si e mendon?
personalisht unë mendoj kështu që mbasi taj një cop djap, A dire? ajo mbyllet sepse tregon se si një ambient i mbyllur, si kazerma, e çon njeriu në një presion shumë të madh, ku është sistemi kundër individit dhe se si ata luftojnë me njëri tjetrin në një mënyrë indirekte dhe si përfundon. Sistemi bën që individi të luftojë kundër individit. Në libër, në fakt, protagonisti Winston nuk vret askënd fizikisht, por mendimi dhe vullneti i tij shkatrohen komplet nga partia. Rebelimi i tij ishte mental dhe filozofik, dhe shkatrimi i tij ishte psikologjik. Që në libër Winston duhet të pranojë që 2+2 janë barazim me fest, ndërsa ki kazerma në filmin e thënë Freddy i bëri gjithë tjerët që 2+2 është çështje mbijetese. Përpara se ta mbyllim, dua që ta sugjeroj plotësisht të librin që ta lexoni, e sugjeroj plotësisht. Lexoje sepse nuk është thjesht një libër i vjetër. Është manuali që shpjegon shumë nga ato që po shohim këtë ditë sot në vitin 2026. Për të arsye sugjeroj shumë. Na komentoni për episodin. Shumë faleminderit në qoftë se na ndiqni dhe na bëni like, subscribe dhe share. Po, Në rrjetet tona tema sociale. takole këtu Dhe Marko Mera i këtu, kjo ishte gjithçka. dhe emri në YouTube është Më bënë fu. Faleminderit.